Angela Galliu, një 40 vjeçar nga Terpani Beratit, pas një përvojë në biznes, themeloi në shkurt të vitit të kaluar një kompani me emrin Albania Solar Power, duke investuar vetëm 100.000 lek. Vetëm një vit më pas, qeveria i dha kësaj kompanie të panjohur një leje për të ndërtuar një central diellor me kapacitet 82 MW në Bocov të Fierit, një projekt që kushtoi mbi 80 milion euro dhe do të shfrytëzohet për 49 vite. Vendimi i Këshillit të Ministrave ka ngritur pikpyetje të shumta pasi kompania nuk ka kapital, asete apo përvojë, ndërsa aksioneri vetëm Galliu nuk zotëron asnjë aktivitet tjetër ekonomik. Mbetet e paqartë edhe mënyra se si është siguruar toka, me dyshime se është marrë me qira nga bashkia. Me mungesë totale të kapaciteteve financiare dhe pamundësive për të siguruar kredi nga bankat, dyshimet për një skem pas lejes janë të forta. Ka vetëm dy mundësi: ose pas Galliut fshihen individ të fuqishëm që nuk duan të dalin hapur, ose ka nisur një tregëri informal për shitjen e lejeve të ndengjisë, njësoj si dikur me hidrocentralet. Galliu rezulton të ketë qenë një punojës në kompani betoni me pronësi të podhum Salillarit, biznesi i njohur për lidhje të forta me tendra dhe leje publike. Kjo ngre dyshime të mëdha: a është Salillari realisht pas këtij projekti energjetik, apo kemi të bëjmë me një tjetër aferë të mirë organizuar me licenca energjetike?